Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa ka si strategji të saj të mësuarin me bazë projektin, një metodë bashkohore e cila përfshin aftësi të shumta të nxënit. Nxënësit e klasës së 8 prezantuan sot projektin me temë Shqipëria në vitet 1945-1990, para nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës. Veçantia e projektit ishte se nxënësit kishin përfshirë të gjitha lëndët mësimore në analizën e aspekteve të ndryshme të jetës, si ekonomia, arsimi, sporti, muzika, shëndetësia e të tjerë në periudhën e sistemit komunist. Një rrugtim bardhëzi ndër vite e cilësuan nxënësit projektin. Ky projekt ndërvendor është një udhëtim në përhjet dhe dritat e një epoke që kalon gjumë të vazhdueshme në kujtesën kolektive të popullit shqiptar. Nga shumat e ardhurave të luftës së dytë botërore deri te jeshtarat e një regjimi të mbyllur, do të përpiqemi të rindërtojmë mozaikun kompleks të jetës në Shqipëri gjatë viteve 1945-1990. Si në një film bardhëzi, do të rishohej fytyrat e qytetarëve të thjeshtë, rrugicat e boshatisura të qyteteve, propagandën që kumbonte nga altoparlantët dhe libra që censuroheshin në ligje. Përmes një syri kritik, por edhe një dëshmërie njerëzore, do të analizojmë ndikimin e diktaturës, izolimin e skajshëm dhe zhvillimeve politike e shoqërore që formosuan jetën e përditshme.